Kriminalisht Prizmës. Zakonisht unë nuk kam zakon të shpërndaj postat, as postet, as videot, as të thënat, as fjalët, as fjalimet dhe as gjë nga leadershipet. As të Sali Berishës, as të Edi Ramës, të as njerit për tyre. E para, se jam me në malë, dhe nuk dua që të shpërndaj postet e tjere. Po jo vetëm se jam me në malë, sepse sigurisht unë shpërndaj postet e njerëzve të vegjil, po që janë të pëlqyeshëm për mua, ose janë të mrekullueshëm për mua. Po kësaj radhe bëra një përjashtim me një post të Edi Ramës. Është një diçka e gjetur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe sigurisht nuk shpërndava postin, por mora videon, pa leje, e ka free, dhe e vura në Facebookun tim. E lash edhe me muzikën e tij, po duke përkthyer këngën që ishte Let It Be. Aty ishte një video fantastike, disa sekondesh, e shoqëruar pikërisht me Let It Be, e cila ka përmbajtjen që i përshtatej. Ku duken? Në sfond, xhamia dhe kisha, Tirana, moderne, e lulëzuar, me pemë, e gjelbruar, me protestuesit duke shkuar ke kryeministria dhe disa djemë që luajnë basketball. Edhe sigurisht unë them aty që kjo është Tirana kozmopolite, asnjë qytet tjetër në Shqipëri nuk ka fuqinë e kozmopolitizmit, të jetë qytet kozmopolitan si Tirana. Bile ka mundësi që të jetë qytet akoma më kozmopolitan, bie fjala se sa Athina. Nuk diskutohet në tepër se sa bie fjala Sofia, dhe pastaj edhe vendet vogla. Por kam përshtypje që është më kozmopolitan se sa Beogradi, më modern, më harmonioze dhe nuk e kam fjalën për ndërtimet. Fill, majmunati dhe flamingo të merren me ndërtimet, e betonizimet, e marrëzirat që na kanë mërzitur, na kanë prur majtë hundës. E din zhvillimin sigurisht para historik. Kujtoni se do rrinë me ato shtëpitë e Qerpiçit, Tiranës, sa aq kishte. Sigurisht nuk jam dakord për shumë elemente të prishjes së kulturës sonë, por na kanë mërzitur duke thënë që mos këtu, mos tu, beton këtu, beton këtu. Iku kjo punë ka marrë fund e punë tash. Betoni ka filluar e nuk na lohet më asnjëherë. Do të ishin më bukur po s'kishin lënë qepsinlleqet e betonizimet, idiotët lanës në atë kohë, ose të Tajvanit, të kuptoni se çfarë do të thotë betonizim e betonizim. Por nuk e kam fjalën këtu. Kjo video është fantastike se tregon pikërisht Tiranën moderne, kozmopolite, e cila pranon gjithçka. I pranon i bluën, është pjesë e demokracisë, thellësisht Tiranë demokratike, ku ka vend për gjithë, ku ka zhvillim për gjithë, dhe nuk ka nevojë as për grindje, as për, si them tash, mosmarrveshje të thella, dhe nuk ka nevojë për asnjë lloj elementi i cili prish harmonioze në një qyteti kozmopolitan. Tirana është e tillë, ne duhet ta ruajmë. Ne nuk mund të ketë një shtet në botë që të ketë kaq shumë qytete kozmopolitane. Nuk ka as Greqia, nuk ka as Bullgaria, nuk ka Ballkanin përgjithësi. Mbase është Stambolli, multikulturor dhe multireligionar, po tjerët nuk e kanë. Ne e kemi, Tiranën e kemi. Multireligionare, multikulturore dhe njëkohësisht kozmopolitane. Aty ku lejohet demokracia të ketë avangardën e saj, të demonstrohet. Duke filluar që nga ato pamjet e dhunës të 21 janarit edhe ke protestat e sotme, gjithë protestat që janë bërë. Ishte një video fantastike, jashtëzakonisht edhe e shoqëruar në mënyrë fantastike nga Let It Be. Nga ai moment i atij teksti, cilën sigurisht e kam shpjeguar në postin tim pastaj, se cili është. Dakor, miqtë e mi? Dje, po, mendoj që edhe sot, në një farë mënyrë është avancuar në protest me formën e re të saj, e cila ka brenda për brenda edhe një lloj përplasje, lloj dhune. Megjithatë, unë do ta sqaroj që kjo lloj përplasje nuk është e pamenduar, bile nuk është e pamenduar mirë, nuk është në budallëk e sipër. Kjo lloj përplasje kërkon që të diferencoj, të ndaj drejtuesit e vërtet, ata që mund të quhen më radikale dhe ata që janë
sigurisht të një forme paqësore e cila s'ka për të nxjerrë asgjë në dritë sipas tyre, dhe mbështetësave të partive të vogla të cilët janë në atë protestë. Janë dhe janë një forcë relativisht mbajnë, ushqejnë protestën. E ushqejnë duke dyfishuar atë praktikisht. Dhe sigurisht bëra një shkrim i cili ka këtë lloj koncepti dhe është e mira që ta lexoj. Këtë revolucione kanë përkrahur qarqet më radikale të smajtës botërore dhe evropiane, fanatikat islamik të Azisë dhe të Afrikës, dhe sidomos islami politik i formuar në Evropë. Qarqet ultranacionaliste të fqinjve grek, serb dhe macedonas, ish jugoslavistët dhe fasho-komunistët në Kosovë, por jo shqiptarët. Nuk e ka përkrahur as bota perëndimore, as përfaqësitë, as BE, as socialdemokracia dhe as e djatha evropiane. Por rëndësishme është se revolucionin flamingo nuk e duan shumica dërmuese e shqiptarëve. Nuk e duan. Prandaj tre kokat, po themi të nxehta, të revolucionit ose Dritan Goxha, Shkëlqen Bushi dhe Gen Progni duan të bëjnë herojt e protestës për të marrë politikisht në dorë atë. Me sa duket, kjo i leverdisë dhe pushtetit. Ato janë Berisha dhe partia e tij, por jashtë kuvendit. Unë nuk i njësoj me Berishën dhe partinë e tij, ata janë tjetër gjë. Po duan të losin rolin, domethënë duhet një farë mënyrë ata të marrin rolin që kanë brenda një farë mënyrë dhe elementin e përplasjes së dhunshme. Në këtë mënyrë ndahen ngatrimat e Qorrit, Shehet dhe Llapajt. Tash po e sqaroj më qartë. Protesta u vur re që fiket. Fiket sepse nuk ka ideal, nuk ka bashkim, nuk ka përfaqësim. Ka gafa të jashtëzakonshme. Nuk përbën element sigurie që nesër do ketë një subjekt politik i cili duhet bëj diferencën mes dy partive, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, që përfaqëson një alternativë politike dhe filozofike njëkohësisht. Duke u parë kjo, dhe duke u parë që sigurisht partitë e vogla janë anash saj, bashkë me Partinë Demokratike, po njerëzit e Partisë Demokratike njihen. Janë të qarta, si Berishkët e vegjël që kanë sjelljet e tyre, i dallon me herë, sepse jo vetëm që kanë sjellje një farë mënyrë brutale, por nuk pranojnë ti thuash Rama në burg, Berisha në burg aty. Edhe njëkohësisht deputetët që rrinë, hedhin kështu me kot në sikot dhe pamje, shoqja e Tabakes edhe ku diun e djali Fariballiut, këta tjerët, kupton, mohabet e kot, po dallohen se kush janë. Ndërsa njerëzit e Shehajt edhe njerëzit e Llapajt edhe njerëzit e Qorrit, të cilët njihen më tepër, janë më të qartë, dallohen, sepse ata Qorrit njihen sepse presin edhe këta jeshilësh edhe ultramajtistë nga Evropa, sigurisht kanë ardhur ultramajtistë vetëm. S'kan ardhur as evropian, as njerëz normal, aty kanë ardhur kështu shergjish dhe shergjesha që merren me të gjithë ekonomitë i lënë mrapa në botë ata, për ata nuk bëhet asnjë gjë, kthehemi në komunitetin primitiv, sepse këtë mendje kanë. Janë idiot green. Po kush tjetër nuk i ka ardhur. Nuk ka reaguar asnjë lloj komisioneri evropian, për shembull, nuk ka reaguar as Evropa politike dhe diplomatike, nuk kanë vepruar dhe nuk kanë reaguar, sepse sigurisht është demonstruar i kanë lënë. Tashti, pikërisht në këto momente, duhen që të evidentohen tre persona, dhe ata sigurisht ndrojnë skeme dhe ndrojnë në krahasim me tjerët dhe strategji, vim para kuvendit, po para kuvendit vjen dhe Partia Demokratike, ka ardhur, ka gjyt me Molotov, edhe këta. Marrin ashtu kazanësh, do t'ju hedhin kazane, kështu marrëzirash. Dhe sigurisht, kush do dallohet? Do dallohet Goxhaj, do dallohet Progni, do dallohet edhe ky Bushi. Sigurisht ata janë kapur dje. Dhe këtu tash e shoh me një lloj problematike të madhe unë, sepse ka mundësi që edhe pushteti të ketë leverdi për këtyre treve.
se do që ti evidentoj, do që ti ndaj protestën nga protesta, organizatorët nga organizatorët, do të kuptoj qartë e mirë se kush janë, çfarë përfaqësojnë këta të tre. Dhe sigurisht ata ishin gati të lumtur që u arrestuan nga policia. Sigurisht ju thanë gjuni me veze, me domate, ku diun me shishe, plastike, makinat e deputetëve. Sigurisht është një pjesë e dhunës edhe ajo, nuk mund t'i lesh që, sepse me gjujtje shkon deri puna mëse në edhe të qahen, e të vriten njerëzit, nuk duhen lejuar, sigurisht, pa tjetër që nuk duhen lejuar. Por kjo gjë është bërë për t'u dalluar, mundësisht për t'u ndaluar, se i thonë arrest, nuk është arrest, është ndalesë. Je duke u tregu i dhunshëm, të ndaloj, të çojnë polici, sqarohen, të marrin pyetje dhe pastaj të liroj, siç kanë bërë gjithmonë. Prallat pastaj jo i tërhoqen, i rran këta budalliqe. Progni do me bëj heroin, thot, më gjujti, thot. Sigurisht po të gjush ti i pari dhe ka 10 pamje që tregojnë prognin me tatuazhet e tij duke gjujt policë. A thu se nuk jetojmë në këtë kohë dhe a thu se s'ka kamera dhe ashtu. 1000 celular që të nesin këta për të dukur heroj. Njëri për tyre do dalin, aty s'merret vesh se sa celular janë, e sa kamera janë. Pra janë marrëzitë e tyre që duan të evidentohen. Dhe tash i morën vesh. Udhëheqja e madhe e protestës na qenë kanë Goxhaj, Bushi dhe Progni. Bukur zhvilloheni, bëni partinë. Kjo është leverdia. Dhe me sa duket këtë lloj leverdie, këtë lloj qartësie, qartësie, e kërkon edhe pushteti. Ta dim, jeni ju të tre. Tash, sigurisht, jemi të qartë. Po jo një turm amorfe, e cila bën çati do i qefi pastaj edhe mund edhe të radikalizohet, sepse aty në turm mund bërtasit dikush, në sulm, zjarr dhe hekur dhe hidhen ata. Të dim që sigurisht kështu mendon edhe policia, kështu mendon edhe një farë mënyrë pushteti që këta janë organizatorët, edhe këtyre duhet të kërkuar llogari dhe me këto nesër do dialogohet, do bisedohet. Por ajo që ka më tepër rëndësi është se do ndahen nga mbështetësat e Qorit, Shehajt edhe Dabajt. Këtu është historia. Mund të kenë bashkëpunuar, mund të kenë qenë, por nuk janë të njëjtë, nuk është e njëjta gjë. Duke ditur dhe duke njohur shumë mirë kush janë njerëzit e Sali Berishës që vazhdojnë të dalin instinktivisht. Është e qartë që ata nuk janë me protestën, s'kan përqenë kurrë me këtë protestë, sepse kjo protestë praktikisht përpara si ti bëj domethënë atë, si ta shpjegoj tash, rezumen e përfundimit të Partisë Socialiste, majorancës dhe Edi Ramës i ka bërë kapakun e mbulesës, jo në makabretet, po në alegori të farrimit politik Partisë Demokratike për protesta. E ka mbyllur këtë kusht. Partia Demokratike ka humbë betejën e saj më të madhe, protestën, sepse e ka vrarë Berisha që në 2011. E ka vrarë dhe me 1 milion protesta që i ka bërë. Sigurisht edhe në protestat e sotme ka imitacione, po ka dimne. Sigurisht humbën memet e humbën gjërat e bukura, sepse u tërhoq faktori i cili sigurisht ndërtonte memet bukura, arsye të bukura. U tërhoq se e panë që do dalin radikalët sipër, do evidentohen ato, do dalin njerëzit e mendimeve të cilat sigurisht nuk përkojnë as me mendimet e tyre, as me strategjitë e zhvillimit një proteste e cila quhet paqësore. Ata nuk janë për protestën paqësore. Ata bëjnë paqësore për të dalluar nga Berisha. Por as ata nuk janë për protestë paqësore. Mirë, po ka dhe gjë tjetër. Duke u radikalizuar protesta, përbën dhe argumentin më të mirë për të ndërhyrë pushteti, dhe duke ndërhyrë pushteti, sigurisht, brenda rregullave dhe brenda të gjithë ligjësive të një mbrojtje të institucioneve, bën që të humbi akoma më tepër protesta. Por tashmë jemi të qartë. Në ato protestë, në ato pjesë të radikalizimit, në atë pjesë të drejtimit dhe të organizimit, 3 janë personat cilët duhet ju kërkojnë llogari gjatë vazhdimit të protestës.
quhet Dritan Goxhaj, quhet Ken Progni dhe quhet Shkëlqen Bushi. Ka dhe tjerë që sigurisht i njohin, pastaj aty ka dhe gjithfar grupesh. Grupe radikale, ka shi mjekroshash që sigurisht janë me islamin anti-shqiptar kundra dhe islamit, i cili është një nga ato bashkërijuesit, një farë mënyre të kësaj harmonie të jashtëzakonshme fetare, religionare që ka populli shqiptar. Janë kundra atij islam, kundra muslimanëve shqiptar. Këta janë me tendencat të islamit radikal, islamit politik, i cili sigurisht në radikalizmin e tij vjen nga lindja, por në politikën e tij, politizimin e tij vjen nga Evropa Perëndimore. Duke pas parasysh edhe idiotët ultramajtist, sigurisht tash është një ndarje, dhe kjo është konveniente për majorancën, policinë, qeverinë, po themi, për dalluar midis të gjithë kësaj amalgame të jashtëzakonshme, partisë të vogla politike, partisë demokratike, ultramajtistëve, flamingistave, që quhen flamingistë të gjithë, islamit politik, islamit radikal, njerëzve të angazhuar në urrëtitjen patologjike ndaj Ramës, lidhje që i bëjnë disa lloj elementëve, gazetar, politikanë etj, një rrotullim i tillë edhe të partive të vogla, por njëkohësisht edhe mbeturinave që s'janë dakord me Berishën këtej as me Partinë Socialiste andej, një amalgam e tillë, e cila pastaj derdhen të shesh. Është zvogluar, është rrjedhur se një pjesë tyre ikin, se e shohin humbjen e garantuar, por ato që mbeten është e qartë se kush janë tashmë. Dakord miqtë mi?